Fuqia e namazit në jetën e Aminës. Amina ishte një grua thjesht por e fortë në besim. Çdo ditë ajo e falte namazin e saj me përullësi. Amina e dinte se namazi afronte më shumë me Zotin e Madhërisëm. Në mëngjes, ajo zgjohej para se të lindte dielli. Me avdes të freskët, ajo qëndronte në sejdë, me përulje, me lot në sy, për Krijuesin. Namazi ishte prehje për shpirtin e saj të lodhur, ajo e dinte se çdo fjalë në namaz ishte udhëzim nga Krijuesi. Namazi ndikonte pozitivisht në jetën e saj. Kur e falte namazin, ajo ndjente paqe që nuk gjentej askund tjetër. Një ditë fëmijët e saj e pyetën: "Nën, pse je kaq e qetë?" Ajo u tha: "Namazi ma qetëson zemrën." Edhe kur ishte e semur, Amina nuk e linte namazin. Ajo e dinte se namazi është dritë dhe bekim për jetën e saj. Fëmijët e saj e shihnin si shembull të përkushtimit. Kur i binte ndonjë hall, ajo shpejtonte drejt sejdës. Namazi ja largonte frikën dhe i jepte shpresë. Ajo e fali namazin deri në ditën që u takua me Allahun. Fëmijët e saj e mbajnë mend gjithmonë me kujtim të mirë. Ata thonë: "Nëna jonë e gjeti lumturinë në namaz." Namazi i Aminës e ndriçoi jetën dhe udhëzoi drejt xhenetit. Kështu u bë namazi dritë dhe paqe për Aminën dhe familjen e saj.